E dia ishte taksi apo jo, nuk... Por s'ka rëndësi dhe ku e quat? Edhe e qoha direkt tek e veti, për 7 minuta e kemi quar nga qendra deri tek veti. Dhe... Çfarë ndodhi me qenin? Qeni, pas 5 minutave, kishe pësuar arrest kardiak. Edhe pse qeni im ishte në intubim, pse i kishe dhënë të gjithë ndihmën e nevojshme nga ana mjekësore të shpëtonte qeni, nuk ja doli dot. Nuk ja doli dot. Edhe nuk ishte hera parë që ishte helmuar. Herën e parë që helmuar tek liçeni, Por shpëtoi atëherë. por shpëtoi atëherë dhe hera e dytë me 31 tetor. Qartë. Pra qeni është helmuar në rrugë. Është helmuar në rrugë, tek sheshi Skënderbej, tek pjesa ku lozin fëmijët. Indrit, si është situata aktualisht sot me qend Endacak në Tiranë? Sot situata me qend Endacak në Tiranë është shumë ndryshe se ajo që ka qenë para disa viteve. Kjo falë... Më ndryshe më mirë a më keq? Jo, qend Endacak në Tiranë, numri i tyre është vogëluar shumë. Është shumë e rrallë që të gjesh një qendër Endacak sot në Tiranë, sidomos në zonën e Unazës dhe të qendrës, është thuajse e pamundur, sigurisht në periferi mund kemi. Kemi disa qendra Endacak të cilët jetojnë në përlagje prej shumë vitesh. Ato janë qendë që kanë mbijetuar nga vrasjet dhe helmimet në vite vazhdimisht, sistematike. Janë qenë për cilët vullnetarët ose njerëzit banorët e zonës i njohin shumë mirë, i mbajnë një ushqejnë dhe fatmirësisht kanë shpëtuar. Problemi është që edhe këta qenë prej disa vitesh, prej rreth 2-3 vitesh, ishin objekt i vazhdueshëm i helmimeve shumë të çuditshme dhe të pashpjegueshme në Tiranë. Domethënë prej rreth 3 vitesh në Tiranë ishin shtuar në mënyrë shumë të pashpjegueshme helmimet në zona të ndryshme të qytetit. Vetëm diçka, helmet hidhen në rrugë? Ku? Ja, mund t'ja u shpjegoj. Se mund të vim dhe tek rasti konkret. Edhe të rasti Almos, po dhe të rastet të tjera. Po, tek një rast konkret i cili na shtyu që të bënim dhe një protest, ndoshta ju do ta përmendim më pas. Helmimet e qenë vriteshin në përlagje të ndryshme, në mënyrë të pashpjegueshme dhe në lagje të cilat nuk kanë lidhje me njëra tjetrën. Dhe sigurisht që mendimi i parë të shkon tek njerëz të papërgjegjshëm në fakt, nuk të shkon aty ku në fakt ishte edhe burimi i gjithë kësaj fatkeqësie. Ti mendon se njerëz papërgjegjshëm i hedhin helme qenëve nga ajo çfarë doktorët na tregonin rast pas rasti ishte që përdori gjithmonë një lloj helmi i caktuar, i cili përdoret për mint, është fosfor organik, një lloj fosfor organiku i cili përdoret për të vrarë mint, i cili gjendet lehtësisht në qytet, në çdo dyqan, domethënë çdo njeri, madje edhe fëmijët mund të shkojnë në një dyqan lehtësisht të blejnë helme. Nuk ka asnjë lloj llogaridhënie për blerjen e këtij helmi, pra shitsi nuk të kërkon asnjë mjet identifikimi, nuk kërkon as të di se asin e helmit që ti do përdorësh, as se për çfarë ta përdorësh. Pra kemi një shitje të pakontrolluar të lëndëve helmuese në qytet edhe sigurisht në gjithë Shqipërinë. Dakor, po. Tani është një tjetër alarm? Po. Për të diskutuar. Është një tjetër alarm dhe është një alarm i madh, sepse më pas vim edhe tek ajo që ndodhi ditët e fundit. Pra, më shpjegoni pak, si helmohen? Ja t'ja u shpjegoj. Ditët e fundit doli një video, dolën disa video vëzhgimi të një zone të caktuar në Tiranë ku 3 persona, pra 2 gra dhe një burr, të cilët më pas rezultuan, ne në fakt i njohim me njerëz sapo i pam sepse kemi vite që kemi kontakt për shkak të kafshëve Endacake me ta, janë 3 punonjës të Bashkisë Tiranës, të cilët në mënyrë të organizuar, njëra drejtuese dhe 2 punonjës të saj, dilnin në qytet dhe mbillnin qytetin me helme për të vrarë qend. Domethënë ata e shohin qenin, kanë shkuar posaçërisht për një qend caktuar në një zonë caktuar, e gjejnë qenin, kjo drejtuesja kthehet nga ekipi, lajmëron që qeni është aty, fusin duart në përqese, e hedhin helmin, domethënë duket që i hedhin diçka helmit qenit që të haj, qeni me njëherë çohet dhe e han atë, me siguri një sallam ose nuk e di se çfarë mund të kenë hedhur. Ushqim që i kanë shedhur dhe helm. Po rreth pas 6-7 minutash qeni i cili nuk lëviz nga i vend që nga i moment, pra e han ushqimin dhe vazhdon flen, ishte një ditë me diell,
çohet duke u dridhur, pra janë këto shenja tipike të helmimit, të cilat janë dridhja e trupit, shkumëzimi i vazhdueshëm, diareja, mos ekuilibri. To kur ndodhin? Ndodhin që në momentin e helmimit apo Varet nga lloji i helmit që përdoret. Kryesisht helmet që janë përdorur prej shumë kohësh në Tiranë, pra që duket që është i njëjti helm dhe njëjta dorë që ka helmuar dhe helmin e zonjës, fillon efekti rreth 6-7 minuta mbasi qeni e ka përtypur ushqimin. Aty fillojnë pas shenjat e para që ti të kuptosh që Kjo është një prej qenëve të helmuar, në mos gaboj, jo? po duhet jetë një prej qenëve të helmuar. Po. E më bante një vajzë atë qenin, dhe ajo vajza dje ka qarë me lot për qenin e vetë. Ishte pjesë e protestës së djeshme. Mirë, sa aty kishte shumë, besoj duhet kënë qenë dhe nga ta si rasti. Po ka pasur shumë raste, sepse përveç... Por jo vetëm, por edhe të tjerë të cilët... Po, sepse fatkeqësisht, ata njësoj, por ne, dhe më thënë si qeni i rrugës si dhe një qenë me pronar, po fatkeqësisht përveç qenëve të rrugës që janë helmuar, e kanë mësuar dhe qenë me pronar, të cilët... Si në rastin e... Po, si në rastin i cili mund të... Diçka duhet sqarojmë, Indrit, se kjo mund të jetë burim pastaj edhe për helmime dhe për duke shkaktuar probleme edhe për njerëzit edhe për fëmijët. Pra, hidhet helmi tek një qen i caktuar që qëndron aty dhe presin derisa ta konsumoj? Jo, fare. Apo i qëndron aty dhe mund ta marrë edhe dikush? Fare, jo. Nëse është një ushqim me helm, ky mund të jetë problem pastaj. Është shumë problem.